still searching for the apartment in New York. Will we get one or not? It's a done deal. Done deal. Yeah. Let's see. Tomorrow is the day. Besoj e kuptoni që ka një arsye pse jemi këtu. And I'm happy. Okay, I have some news. We are moving to New York. Aplikuam për një apartament dhe u pranuam dje. Por dje isha aq excited sa nuk isha nuk kam filmuar asgjë. Sot dolëm në qytet, kemi shkuar te Home Depot për të parë nëse çfarë organizers do të marrim që të fillojmë të lëvizim gjërat nga këtu për në New York. Dhe është proces që do marri 2 javë kohë. Kemi dhe 2 javë për të jetuar në Kansas City dhe tani që po jetojmë për 2 javët e ardhshme, ka filluar më pëlqen ky qytet. Sepse është pranverë, njerëzit dalin, ka më shumë gjëra që ndodhin, evente. It's cuter. Është 26 gradë sot, është thuajse si ditë vere. Unë kam veshur një xhaketë dhe një t-shirt. Kam qenë tërkohës me t-shirt. Një pjesë janë sistemuar, po shkoni pak çfarë bëhet këtu. Në koktejl janë rroba. Këto po e boshoj, këto janë kutijat që do i fusim, çanta. Ku do i sistemojmë gjitha këto është çështja. Wish me luck. Prioritetet. Jam mbushur me putra, 1, janë hormonet, 2, kam hapur çdo gjë këtu. Jam I lodhur. Dua mamin të më ndihmoj të paketoj. Jemi 3 ditë para se të nisim gjërat me kamion, kështu që kam akoma për të paketuar shumë gjëra. 1, çantat, 2, këpucët, 3, rroba, 4, këto gjërat kozmetike. Hoqja dhe këpucët sot, I kam larë për fusin për gazet. Shtora 12 e darkës, situata është kështu. Jemi 2 ditë para se të ngarkojmë gjitha këto gjërat në një kamion, dhe situata është kështu. Domethënë, me këto është marrë më shumë Giuliano, unë duhet të punoja ndërkohë, po pjesa këtu rrëmuja është akoma, domethënë kemi për të mbyllur këto gjërat e vogla, erën e kuzhinës, krevatin që nuk është një gjë e vogël, po kjo është situata. Dhe thjesht ju updatoja për situation. Couchin edhe tavolinën e kemi nxjerrë në marketplace. Ndoshta I shesin sepse nuk do t'i marrë me vete orrej këtë. Domethënë mund të flas gjithë ditën për këtë, shikoni pak. Këtu kam kaluar më shumë se sa, jo po them rreth 1 vit të emigrimit me këtë superpamje që e ka balancuar, po ky couchi është super I parahatshëm. Domethënë nuk do ta marr, nuk bëhet fjalë se s'do merret, po mund edhe t'ja fal dikujt nëse doni. Tani shora 1 mëngjesit unë sa mbarova stories për të filma zvol, sepse kemi dropin sot në orën 8 me orën e Shqipërisë. Dhe po më plasin syt. Ndërkohë këtu rrëmuja vazhdon një lloj. Nesër është dita e fundit që mund të paketojmë. Kam 100 gjëra për të bërë, nuk di si do ja dal. Por në fakt një gjë është e sigurt që kjo pamja këtu do mungoj, sepse është super pamje. Mendoj që kjo nuk është pikturë, është canvas. Kjo na ka ndihmuar ta manifestojmë. Kam marrë te IKEA, po nuk e di, ka një lloj moodi kjo. Ky është punëtori, kemi marrë vetëm për të shpaketuar gjërat, të shmontuar. Kemi me këto, mobileri, hidraulike sanitare, zhbllojmë tuba. Zhbllojmë tuba, perfekt. Kur ngecni mund vim t'i zhbllokojmë. Okej, super. Nëse ju duhet do i lë numrin e kontaktit që t'i shkruan.
Jemi një ditë para se ti fusim te traku te kamionit gjitha këto gjërat. Ko këtu super muj, por unë po bëj krepa se duhet ham ndërkohë. Këto janë krepat e fundit e apartamentit në Kansas City. Tani po filloj të bëjmë nostalgjike. I'm gonna miss Kansas City. Është valixha që do marr me vete. Pastaj këto do futen të gjitha në trak. Praktikisht kjo është nata e fundit në apartamentin ton Kansas City. Nesër gjatë ditës do marrim kamionin që do ngarkojmë gjithë këto. Tani, po ta shikoni, jam shtrirë në tokë. E kemi të shmontuar krevatin dhe këtë kemi nxjerrë në Marketplace, Damlan. Ky është Damla. E kemi nxjerrë në Marketplace. Inshallah po vjen njëra nesër ta marri, ta heqim qafe. Kam që ditër me dhimbje mesi. Por edhe skolioza ime është përkeqësuar. Duhet të ndryshoj totalisht si njeri, nuk mund të më kështu. Dhe ja hetë fajnë këti divanit, se një vit ja kam kalu këtu, duke qenë se kam punu online, po nuk është se ma ka fajnë divanit, tjere sinqert. Mund thjesht të qëndroja mirë në divan, ose thjesht ulesh në tavolin, të punoja si njeri. Por kam zgjedhur që të qëndroja aty, është zgjedhja ime, gabimi im, tani duhet ta ndreq. Kështu që sapo të shkoj në New York, do nis aktivitetin fizik. This is done. Sot e ndjeva veten aq keq, sapo më vinte për qartë dhe thash, okej, ndoshta ky është fundi. Kjo është kur arrin një pikë që nuk mban më ujë pilafi, kjo është pika. Domethënë e kam arritur dhe tani kam pirë 2 Advil që të shqetësohem, se jam me 5 orë gjumë dhe duhet të flesh nesër të kemi ditë gjatë me ngarkim shkarkim. Unë vetë nuk mbaj të pesha, sepse skolioza, por do sistemoj gjërat e fundit, kështu që është shumë e lodhshme, po thjesht shpresoj që t'ja blej edhe shpresoj që ta shoh këtë vlogun pas disa kohësh që jam në New York dhe të them Vilma, you made it. Like, you got this girl. Nëse jeni tani në YouTube dhe po shihni këtë, do jem në New York me shumë mundësi. Kur ta postoj, Paris. Dua thjesht të dokumentoj këtë ndjesitë e momentit. Se është një hap i madh që po ndërmarrim në këtë moment jetës sonë dhe është thuajse hera e parë që vendos të bëj diçka vetë dhe e arri ta bëj vetë. Sigurisht me ndihmën e njerëzve të tjerë, po kam një synim dhe ja dal, nuk e lë për gjysmë, sepse kam këtë, domethënë unë struggle që të nis diçka dhe ta mbaroj, sepse jam e shpërqendruar. Po nuk kam ankth, zakonisht më përpara kur shpërnguljen e lidhja me ankthin, sepse bëshin gjërat shpejt, hajde shpejt, jemi vonë, domethënë ishte kjo situatë. Në rastin tonë ne kemi nisur me këtë procesin e paketimit që para një javë 10 ditësh dhe kemi bërë basically avash gjën, ka ardhur më natyrale, kështu që jam shumë e qetë. Por, ka gjithmonë një por, kam dhimbje mesi. Jam në të 30-tat. This is life, Vilma, nëse do duash të vazhdosh të kesh dhimbje mesi, sepse dhimbja nuk ikën vetë, do të thjesht të fillosh një aktivitet fizik. Hec lëviz se le kokrën e namit. Basta. No puedo más me ty. Se këto shenjat e para, po më lë truri. Akoma këtu jemi, nuk kemi ikur. Nuk dua të çohem. Hello, sot është dita që do i ngarkojmë të gjitha gjërat në kamion. Praktikisht të gjitha janë të mia përveç kësaj. Unë mora dhe me pastrimet gjithë ditën sot. Po laj rrobat e fundit, banja jeans thuajse.
I cleaned it. Dhe kështu është situata. Kam një pyetje. A jam vetëm unë që kënaqem kur shkoj te lavatriçen që lën rrobat që rrotullon këto? Është më relakson. Këto të dyja ndoshta do jenë gjëra që do më mungojnë më shumë në New York. Dhe kjo pasqyra te banja do më mungojnë. Also, look at my tea. Saturdays New York City. Mendoj që jemi në vibe, ka një vibe, ka një lloj vibe këtu. Ka i far vibe. Apartamenti në fakt do na mungoj. Ishte një apartament shumë i mirë. Edhe ai që kemi në New York nuk është kaq i mirë. Sepse normalisht kemi buxhet të limituar, nuk mund të merrnim 4.000 euro që ra një apartament si ky. At least, se ky apartament në New York do kishte vlerën 5, 6, edhe 6 mund të ishte, varet nga zona domethënë. Mezi po pres guys, mezi po pres të marrë dhe kjo lavatriçja. I don't wanna be friends. Ti marrë një U-Haul, gjithë gjëra, do e fusim këtu, nga këtu do kalojnë trak. Keni parasysh atë copën e picës pasi ke punuar 12 orë ngarkim shkarkim? Ja. Tani do ndodh gjëja. Shiko sa i bukur është Kansas City. I love it here in spring, është shumë nice. Pranvera është yll, dimri hajt më. Dhe vera hajt mos është va, po pranvera është yll. Kjo është pakoja e fundit që marrim të kjo apartament. Last Amazon order. So, jam aq e lodhur sa më desh të vendosja filtr, se nuk po shikjam dot veten kaq të lodhur. Fjallë vërtet. Me që se jam vetëm, do të bëj një dy kështu reflections për jetën në Kansas City. Rrugës për shpifat dhe thjesht po ndjesha nostalgjike në fakt. Ky qytet ka qenë shumë mirë me ne. Kemi takuar njerëz fantastik. Kemi familjarë këtu. Kati dhe Alba, nëse po shkojnë këtë videon, ju dua. Faleminderit që na e bët lehtë ardhi në Amerikë. Por tani më duhet që luhet të shkoj. Do takojmë prapë. Morën telefon dhe më desh të përgjigjesha. Dhe më shkëput videoja tani. Këtë divanin do vit një komshi këtu ta marri, ta blej. Kështu që qëlloj perfekt me ditën që ne po lvizim nga apartamenti. Por akoma nuk do jemi në New York. Do më thënë, ndoshta kur shkojmë këtë video do jemi në New York. Po kemi akoma 6 ditë kohë nga momenti që unë po regjistroj që po dalim nga apartamenti për të shkuar. Kemi fluturimin në datë 2 prill. Nuk e di si ndihem. Kam shumë ndjesi tani. Do më mungoj ky apartamenti, jo ky kërvati. I hate vazhdoj të urrej, okay? Po apartamenti është yll, pamja këtu, nuk e di. Kjo pamja më ka shoqëruar shumë ditë dhe nete gjata. Mendoj që kjo pamja më ka ndihmuar goxha me emigrimin, me muajt e parë sidomos që është shumë e vështirë. Megjithse ardha jon nga Tirana këtu në Kansas City ka qenë shumë smooth për shkak se ne kishim familjar, Alba dhe Gazi, që përmenda pak më parë na kanë ndihmuar shumë, kanë qenë, nuk di, më shumë se sa familje për ne, na kanë gjetë apartamentin ata, punë për partnerin, domethënë ne kanë bërë çdo gjë super thjesht, nëse kishim diçka, thjesht i merrnim telefon, na thoshim si ta zgjidhim. Kemi udhëtuar, kemi bërë party në përshpia. Po thjesht nuk u ndjeva asnjëherë në vendin e duhur këtu. Domethënë çdo gjë ishte super okay, njerëzit
larg, është shumë larg, je në Midwestin, je në mes të Amerikës, je shkëputur nga Europa, këtu nuk ka asnjë lidhje me Europën. Këtu jam pur amerikan tradicional. Shumë qetësi. Dhe të vish nga Tirana, që unë kisha një jetë sikur aktive, të paktën dilja mëngjes dhe shkoja natën në shtëpi. Gjithë ditën duke punuar, tako njerëz, tako klient, bëj gjëra, shkon për evente. Dhe nga ajo jeta shumë e zënë, kaotike, e pa organizuar deri diku, shumë e pa organizuar në fakt. Mos jam fare organizuar. Dhe nga ajo kalova këtu në jetë sedentare, mundohesha të dilja, të mos në fillim, mundohesha të dilja në përqytet, të eksploroja, se është dhe qefi që je në një vend që s'e ke parë, plus culture shock kur vjen nga Tirana në Amerikë, është goxha e madh. Dhe ke atë kuriozitetin që të shohësh, të vizitosh vende, dyqane, vintage shops, antique shops. Por është një vend shumë i vogël, nuk e di sa banor ka, është vend shumë i vogël dhe nuk ka pafund zgjedhje. Unë jam përshtatem shumë më mirë në qytete që janë të mëdha dhe kaotike. Më pëlqen kaosi tani që jam 30 vjeç. Ndoshta pas sa vitesh do dua një shtëpi në fshat e shkëputur nga pjesa tjetër e botës, ndoshta do dua një apartament në Manhattan, një duplex, nuk e di çfarë do dua në të ardhmen, por e di që tani nuk dua një jetë kaq të qetë. Kaq chill, që mos të shqetësoja as miza. Dua të shqetësohem pak. Funksionoj më mirë kur jam triggered. Jo se këtu nuk kam qenë triggered, se thjesht fakti që emigron, marrëdhënie të reja, njerëz të rinj në jetën tënde, domethënë gjithë kjo gjë ka ndodhur shumë eksperienca këtu që më kanë ndihmuar të punoj me veten. Por mendoj që nuk e di se do jem në New York, por kam një përshtypje që do ndihem më e lirshme, më vetja se sa këtu. Më duk sikur këtu nuk më kupton të njëri. Do thosh ti, prej një sekond çfarë bëre ti për të kuptuar. Por ku ti unë, domethënë këtë sensin tim të fashion, like faktin që kam një pasion për designer bags, duket sikur këtu nobody cares. New York është më afër me Europën, jam më afër me shtëpinë, me familjarët, motrën, niprit, mamin, babin. Dhe së dyti ka më shumë vibe europian. Mirë malli për qofte Korçë, shkon i gjen, të mirë malli për të ngrënë një pasta të mirë italiane, shkon i gjen, ka restorante pa fund, ke më të mirën e të dyja botëve, mendoj. Kjo është pra, dua një vend që të kem mundësi të jem vetja, të ndihem në elementin tim, më ndihmon kjo, më inspiron dhe për punën që unë bëj, ndjej më shumë mundësi për të bërë karrierë, për të rritur filma s'volt, dhe thjesht këtë do ndihem me kur jetoj aty, por kur vizitova thjesht ky është e vibe që më dha New Yorku. Do marrim këto lulet e fundit, së vetëm të lule që kishim. Dhe më kapi një kështu si ndjenjë nostalgji, dhe një që është bosh, kauçin e shitën. Këtë mbaj mend që kur kemi ardhur te ky apartamenti para një viti e 3 muaj, mos gaboj, e kam blerë dhe ishte kaq e vogël, kështu ka një emër kjo Zazu, nuk e di. Ishte një emër kjo Bima dhe është kaq e bukur, I love her. Ishte super vogël dhe shikosa shumë ngacjelur. Oh, pas ka dhe një lule. Dua ta... Ok, nuk do ta prish, po pas ka një i far luleja. Është mbushur plot dhe ka nevojë për një vazë të re. Do t'i marrim sot dhe do pastroj çka ka mbetur. Nuk kanë mbetur shumë gjëra ato.
që kemi të fiksim në që ikim lëm një apartament dhe nuk e lëm dot piste. Na duket sikur çfarë. Faktikisht e kemi bërë shfarë apartamentin, një lloj si ditën që e morëm. We're gonna miss you. Bye bye. Bye room. Bye soba, ku kemi gatuar pilafe dhe pulë për një vit të rresht. Po fikim dritat. Fik dritat e shpisur. Fiki dritat. Tuas është 3, 2, 1. E vaj! Po ke drita? Ah. Wow. Vaj, shpia. Të kemi dashur shumë, të duam akoma. Shpresojmë të gjejmë dhe në New York, aq të mirë. Vaj pallati. Vaj Lajgja. Sa e bukur je moj. We're gonna miss you the mark. See you. We are not sad. We are not sad. Just a little bit. new beginning. Cheers to new beginning. Far away, ricochet, you take your aim, far away. Këto ditë para se të fluturojmë për në New York, po qëndrojmë këtu. Në paqe, në vendin më të paqët në botë. Sa ju këto lulet? Wow! Nuk di, thjesht, ky momenti është zen. Zen. Iku dielli, tani s'është ai zen. Life is beautiful, my friends. So what you did? So darling, full please battery. be mine, be So you put the mine. batteries inside, and then on the back of the box, you could switch games, and they work like this, like a cassette. Sa më nisëm, jemi pak të mërzitur, se po lëm familjarët këtu, por it's gonna be okay. It's gonna be okay. Are you happy? No. We're sad. Don't you worry, it's alright. It's okay. We make mistakes every day. Is this a mistake? I don't know. Në aeroport jam disfunksionale. Nuk bëj asgjë, thjesht ri. Dikush tjetër merret me gjithë gjërat. Nuk i kam treguar këtë Kellin. E mora në fakt kështu si sourcing request. Dhe unë para se të shes gjërat, duhet t'i provoj vetë, kështu që I'm testing it. Ka që cute se ka këtë ngjyrën e tupë. Dhe kjo lëkura toko kështu si sfallçe. Më pëlqen që është kaq e madhe, më duket se është 32 ose të These are the charms. Kuptim plot. Pra një bagel me cream cheese, se s'kisha ngrënë asgjë për mëngjes. Tani thjesht po presim. We will start with our pre-boarding process. This is for anyone that needs any extra assistance getting military, followed by our Delta 360 members. Në aeroport mora çokolata edhe një charm. Se ju dini që unë koleksionoj charms për çantat, po kështu ta gjej. It's a Lego charm, por nuk është vetëm një charm, sepse është edhe një dritë. Like it's a kitty. Ndoj që më duaj. Essentials.
Nuk e di që shkëterës do të që prish një sensor së përfundim, sensori frenave dhe ja ku jemi një 3 orë me vënes. E ndërkohë që unë jam këtu për 5 minuta e në lejnë çantët e dropi vinë më zvot sepse sot është e mërkur. Nuk e di që ditë është kjo ditë që ju po shkoni videon e parët kur të editoj, po shpresoj të sistemohet sa më shpejt problemi dhe të nisemi. It's a video monitor that extends from the armrest at all. Si është ajo, I finally made it to New York City. Hey ladies! Mirë se erdhë. I love it. Po presim Uber ndërkohë, ja poshtë.